Eugenca Kolli nga KDI-a ka bërë të ditur se sipas rezultateve dhe trendit aktual, lëvizjave të vendosje pritet të sigurojë 56 mandate, PDK-ja 23, LDK 15 dhe AK-ja 6 mandate, ndërsa mandatet e komuniteteve mbeten kryesisht të pandryshuara. Ai thekson se me procesimin e votave të mbetura brenda Kosovës, ndryshime të vogla mund të ndodhin mes LVV-s, PDK-s dhe LDK-s. Sipas rezultateve dhe trendit të deritanishëm, ndarja e mandateve është si vijon. LVV-ja merr 8 mandate më shumë se në zgjedhjet paraprake, duke arritur në 56, PDK-ja një mandat më pak se në zgjedhjet paraprake, duke zbritur në 23 mandate. LDK-ja humb 5 mandate në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit, duke rënë në 15 mandate. AK-ja merr 6 mandate, 2 më pak se në zgjedhjet paraprake, ose 1 më shumë nëse ish deputetët e nismës, llogaritën veçmas. Ndërkohë lista serbe merr 9 mandate, duke ruajtur të njëjtin numër, dhe partitë e tjera marrin nga 1 mandat, përveç KDTP-s që merr 2 mandate. Me procesimin e votave të mbetura brenda Kosovës, si vetmi ndryshim i mundshëm në numërimin e mandateve mund të ndodhë mes PDK-s, që mund të fitojë një mandat në dëm të lëvizjes vendosje, ose LVV-s, që mund të fitojë një mandat në dëm të LDK-s. Megjithatë, me rreth 70.000 votues jashtë vendit, votat e të cilëve janë në lojë, ndonse në skenarin më realist, numri i votave të konfirmuara pritet të jetë rreth 50-60.000. Rezultati final mund të pësojë ndryshime të mëtejshme. Nëse merren për bazë rezultatet e votimit jashtë vendit më 9 shkurt dhe trendet e zakonshme të votimit me kusht, rezultati përfundimtar mund të jetë: LVV-ja mund të shkojë deri në 50.8% duke siguruar 57 mandate, PDK-ja mund të shkojë në 20.6% duke u endur midis 22 dhe 24 mandate, LDK-ja mund të shkojë deri në 14.2% duke marrë 14 ose 16 mandate, dhe AK-ja mund të shkojë deri në 5.7%, por nuk i ndryshon numri i mandateve që qëndron në 6.